Gjatë kësaj periudhe në qytetin e Tepelenës ka patur një shtim të rasteve me alergji stinore, duke prekur kryesisht personat me ndjeshmëri ndaj poleneve dhe ndryshimeve sezonale. Sipas pneumologut Dr. Shahin Meçe, më të prekur kanë qenë fëmijët, por nuk kanë munguar edhe grup moshat e tjera. Sipas mjekut, kjo është një periudhë ku pacientët ankohen më shpesh për simptoma si bllokimi i rrugëve të frymarrjes, dështima të shpeshta, kruarje dhe skuqje të syve. Ka pasur raste të shtuara gjatë kësaj periudhe me raste me alergji me rinite, me urtikarje generalizuara, me dermatite alergjike. Pra kemi rastet që ka pasur gjatë kësaj periudhe raste të tilla. Në përgjithësi ka prekur të gjitha moshat, shfaqjet e fëmijët, po janë shfaqur edhe tek moshat e rritura. Rastet e alergjive janë pa ndonjë dallim midis moshave. Për të shmangur përkeqësimin e gjendjes, Dr. Shahini këshillon që pacientët të tregojnë kujdes të veçantë duke shmangur ekspozimin e tepërt në natyrë gjatë ditëve me përqendrim të lartë poleni, gjithashtu të mbajnë me vete mjekimin e rekomanduar nga mjeku e të tjerë. Duhet të tregojnë më të kujdesshëm në daljet e tyre, sidomos në vendet ku ka polene të shtuara, dhe në momentet që rëndohet gjendja e tyre, mirë është që të kërkojnë ndihmën mjekësore për të marrë trajtimin. Ndërsa ajrosja e ambientit në orët e duhura dhe ruajtja e higjienës personale mund të ndihmojnë në minimizimin e simptomave, pohon Dr. Shahin Meçe.